Fermeri Kujtim Plangaj nga fshati Postribës në bashkinë Shkodër ka vendosur një rekord duke thurur një varg prej 110 metrash me qep autoktone shqiptare, si pjesë e një nisme për të promovuar produktet vendase. Kjo puni ka zgjatur një javë duke angazhuar 25 punëtor kreativ dhe mbi 1.2 ton qep. E nisa para 5 diteve këtë varg, 5 ditë ka bon vargu më bon, 110 metra. Kemi marrë pjesë apërsisht ka 3-4 punëtorë në ditë, apërsisht 20 punëtorë janë dashtë 25 punëtorë mu realizu këtë varg. Dhe sërje ka jetë bukur, shumë shpesom dhe dherë të qëmë dherë të planit dherë në fund, dherë të ura vjetër e mesit. Sfida e dytë e fermerit për këtë varg kilometrik ishte zhvendosja e tij nga toka që i ka prodhuar drejturës së mesit, monument kulture. Distancën prej 1.7 kilometrash e bëri me ndihmën e komunitetit të rinjve dhe me anë të një mjeti karotrec. Plangaj e sheh me shqetësim faktin që të rinjt kanë pak interes për këtë traditë të zonës në kultivimin e qepëve, ndërsa mbështetja për këtë sektor thotë se është minimale. Në traditë të trit kanë pak për të dëshiruar fije, nuk ka pak interes. Vetëm brezi jonë i sistemit vjetër e kultivojnë, e dojnë. Rinia, shpresojmë rinia menaxhoni pak sot pak i fije. Kujtim Plangaj është e njohur në zonë për kultivimin organik të perimeve, veçanërisht qepës dhe domates autoktone, duke synuar ruajtjen e varieteteve tradicionale shqiptare.